Shejti i ditës 25 mars. Lajmërimi i Zotit, lajmi më i madh për njerëzimin. E kremtja Zojës Nunciat ose lajmërimi të Zotit është një nga festat më të rëndësishme të kalendarit liturgjik, pasi shënon momentin kur fjala e përjetshme e hyjit u bë mish dhe banoi ndër ne. Është një festë që bashkon qiellin me tokën, Zotin me njeriun dhe përmbush planin e madh të shpëtimit të njerëzimit. Kjo ditë na ndan saktësisht 9 muaj nga Krishtlindja, duke na kujtuar se këtu është fillimi i mishrimit të Krishtit, momenti kur hyi bëhet njeri në krahërorin e Virgjës Mari. Ungjilli sipas Lukës, kapitulli i parë, rreshtat 26 deri 38, na rrëfen këtë ngjarje të shenjtë. Engjëlli Gabriel u dërgua nga hyi në një qytet të vogël, Nazaret, për t'i kumtuar Maris lajmin më të madh që bota kishte dëgjuar ndonjëherë. Gëzohu o hirplote, Zoti është me ty. Maria mbeti e befasuar nga fjalët e engjëllit, por ai e siguroi: "Mos ki frikë, Mari, sepse ke gjetur hir para hyjit. Ja, ti do të mbetesh shtatzën dhe do të lindësh një djalë, të cilin do ta quash Jezus. Ai do të jetë i madh dhe do të quhet Biri i Hyjit të Tejetlartë." Maria e befasuar pyeti: "Si do të ndodh kjo pasi unë nuk njoh burr?" Dhe engjëlli i u përgjigj: "Shpirti i Shenjtë do të zbresë mbi ty dhe fuqia e Hyjit të Tejetlartë do të mbulojë me hijen e vet." Këtu qëndron misteri më i madh, mishrimi i fjalës së hyjit, akti me të cilin hyi në dashurinë e tij të pamas, vendosi të bëhej njeri, duke marrë natyrën tonë njerëzore. Poja e Maris, fillimi i shëlbimit. Përgjigja e Maris është një nga fjalët më të rëndësishme në historinë e shpëtimit. Ja, shërbëtorja e Zotit, më ndodht siç the ti. Me këtë Maria u bë nëna e Zotit, ajo që do të mbante në krahërorin e saj shpëtimtarin e botës. Kjo përgjigje është shenja më e madhe e besimit dhe përvojtrisë, një model për çdo të krishterë që ftohet të bashkëpunojë me planin e hyjit. Zoja Nunciat, festa e mëshirës dhe dashurisë hyjnore. Kisha feston Zojen Nunciat që nga shekulli 5 ose 6, fillimisht në Konstantinopoj dhe më pas në të gjithë botën e krishterë. Kjo ditë shënon momentin kur historia e njerëzimit ndahet në 2 pjesë. Para Krishtit, B dhe C, periudha kur njerëzimi jetonte në pritje të shpëtimit. Pas Krishtit, A, D, koha e realizimit të premtimit hyjnor, koha e shpëtimit dhe hirit. Ky solemnitet është njëkohësisht një festë e Krishtit dhe e Marisë. Është festë e Jezusit, sepse kjo është dita e ngjizjes së tij, dita kur fjala u bë mish, trup. Është edhe festë e Marisë, sepse ajo me përvojtri dhe bindje pranoi të bëhej nëna e Zotit dhe të marrë mbi vete një thirrje unike në historinë e shpëtimit. Dëftimi i përvojtrisë së Zotit. Një nga mesazhet më të mëdha të kësaj feste është përvojtria e Zotit. Perëndia, sundimtari i universit, zgjedh një vajzë të përvuajtur nga një fshat i vogël për të realizuar planin e tij të shpëtimit. Ai nuk e detyroi Marin, por priti përgjigjen e saj të lirë. Kjo na tregon se Zoti nuk vepron me forcë, por me dashuri dhe thirrje të butë. Pse kjo festë është e rëndësishme për ne sot?
Në këtë ditë kisha nafton të reflektojmë. Si e pranojmë ne vullnetin e hyjit në jetën tonë? Maria tha po me gjithë zemrën e saj. A jemi edhe ne të gatshëm t'i themi po Zotit në çdo situatë? A jemi të hapur ndaj planeve të Zotit edhe kur nuk i kuptojmë? Maria nuk e kuptoi plotësisht se si do të ndodhte ngjizja e Jezusit, por ajo besoi dhe u dorëzua plotësisht hyjit. Si mund ta sjellim Krishtin në botën e sotme? Maria e solli Jezusin në botë fizikisht. Ne jemi të thirrur ta sjellim atë në zemrat dhe jetët e të tjerëve përmes dashurisë, përvojtrisë dhe dëshmisë sonë të krishterë. Ta jetojmë frymën e lajmërimit të Zotit çdo ditë. Solemniteti i lajmërimit të Zotit nuk është vetëm një ngjarje historike, por një realitet shpirtëror që vazhdon edhe sot. Në çdo moment që themi po Zotit, edhe ne si Maria bëhemi bashkëpunëtor në planin e tij të dashurisë për botën. Kur përballemi me sfida, kur nuk e kuptojmë vullnetin e Zotit, le t'i kujtojmë fjalët e Virgjës së bekuar: ja, shërbëtorja e Zotit, më ndodht siç the ti. Kjo është lutja e një zemre të përvuajt, e një zemre që beson, shpreson dhe i dorëzohet plotësisht dashurisë së Zotit. Lutja në të kremtën e lajmërimit të Zotit. O Zot, në këtë ditë të shenjtë të lajmërimi i Zotit, të falenderojmë për dhuratën e madhe të mishrimit të birit tënd. Faleminderit për Ponë e Marisë, për besimin dhe për vujtrinë e saj. Na ndihmo edhe ne të pranojmë vullnetin tënd në jetën tonë, të themi po me besim, edhe kur nuk e kuptojmë plotësisht planin tënd. Le të jetë shpirti ynë gjithmonë i hapur ndaj hirit tënd dhe i gatshëm për të ndjekur Krishtin. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Virgja Mari, nëna e Zotit, lutu për ne që të dim të pranojmë dhe ta jetojmë vullnetin e hyjit në jetën tonë.